Po ndalemi të pacientat e cilët janë pak më të vetëdijshtuar rreth problematikave dhe rëndësisë së sëmundjeve të zemrës, parandalimit dhe të diagnostikimit të hershëm. Një sëmundje e zemrës e diagnostikuar në fazë të hershme, në kohë, a jeton ai person në një jetë cilësore njësoj? Padyshim që po, nëse një sëmundje diagnostikohet, kapet me kohë, atëherë fillon trajtimi edhe parandalimi, masat parandaluese për mos më ndodh më keqja. Ta zëm më herët, po kthehena në fillim kur përmendëm këtë kardiomiopatinë hipertrofike. Nëse identifikojmë një pacient me kardiomiopati hipertrofike, edhe konsiderohet që është shumë i rrezikuar nga vdekja pa pritur, atëherë konsiderohet vendosja një pajisje që na quajmë ICD, e cila është ka një rol preventiv, që nëse ndodh një rregullim i ritmit që rrezikon ndaljen e zemrës, ajo pajisje reagon me njëherë edhe kthen zemrën në punë normale. Kjo kish pas me qenë një veprim parandalues. U kap me kohë, kemi vendosur pajisjen, e kemi parandalu. Nëse kapim një smurë që mund të ketë smundje koronare, enëve të gjakut zemrës, i kërkohet një koronarografi, identifikohet një enë mbyllur apo që është afërsisht e mbyllur, konsiderohet vendosja stentit, vendoset stenti, apo vendosën në terapi agresive që pengon mbylljen e më të thjeshme të enës së gjakut. Pastaj na sot kemi pacient që jetojnë me smundje zemrës si kardiomiopatia dilatative, me pamjaftueshmëri të zemrës, të cilat me terapi të optimizuar jetojnë jetë kualitative dhe jetë të mirë. Sot fatmirësisht kanë avancuar metodat e trajtimit. Nëse një pacient mrin me kohë në spital, mundësinë me vdekje ka më të vogël, duke falendëruar këtë gjitha këtyre metodave sot që konsiderohen të reja dhe të avancuara për trajtimin e sëmundjeve të zemrës. Prandaj unë kisha bënë një lutje, apel për njerëzit që nëse nuk kanë simptome, ta kanë një fokus për sistemin kardiovaskular, të shkojnë te mjeku, dhe nëse nuk kanë ankesa, sidomos ata që konsiderojnë që kanë faktor të rrezikut apo që kanë simptome të cilat janë duke neglizhu, që kanë njëri nga anëtarët të familjes me sëmundje kardiovaskulare apo një vdekje e papritur e hershme në familje, në ngushtë, të shkojnë te mjeku, mjafton një analizë gjakut, një EKG, eventualisht një eho, për me gjetë nëse kanë edhe ata një sëmundje dhe kështu parandalojmë shumë raste me fatalitet që fatal, tragjik, si që përmendëm në fillim rastin e